Është zbardhur dinamika e konfliktit të ndodhur mbrëmjen e kaluar në një lokal në rrugën Sami Frashëri, ku u përfshin 8 persona dhe që eskaloi deri në përdorimin e armëve të zjarrit. Në kërkim është shpallur Ilir Shabanaj, që njihet edhe si Adriani Shabanaj, 51 vjeç, banues në Fier. Shabanaj është futur në lokal me miqtë e tij dhe ishte ulur në tavolinën ku ndodhej 40 vjeçari Kasem Stani, i njohur edhe si Kasem Pasha, por 40 vjeçari nuk e ka mirëpritur Shabanajn, duke mos i dhënë dorën, gjë që ka çuar në konflikt fizik mes dy grupeve. Raportimet tregojnë se janë përdorur edhe shishet që ndodheshin në tavolinë. Pas sherrit, Shabanaj ka shkuar në makinën e tij, ka marrë armën e zjarrit dhe më pas është kthyer sërish në restorant, ku ka qelluar një herë e më pas me qytën e pistoletës ka goditur Stanin në fytyrë. Nga shtëna nuk ka pasur të lënduar. Në pranga janë vënë 8 persona, mes tyre dhe i plagosur i Kasem Stani, Emilian Ruko, Bjorni Tahiraj, Erial Tahiraj, Deniki Ajder Tahiraj, Eduard Sulaj, Kastriot Stani. Ata akuzohen për veprën penale mos kallëzim të krimit. Në vendngjarje është sekuestruar arma e përdorur në konflikt, celularët e të arrestuarve dhe prova të tjera materiale që do t'i shërbejnë hetimit. Shabanaj mbetet në kërkim. Ai njihet si një person problematik në Fier, pasi është arrestuar më herët në Itali për plagosje, trafik të lëndëve narkotike dhe trafik armësh. Ilir Shabanaj ka qenë edhe ish kryetari i komunës së Kurianit në Fier.